Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Uroj të jeni mirë. Të bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim nga letrat sot. Drejtësi. Kalorësi i monedhës. Tre të monedhës. Hëna. Njeriu i varur dhe faqe e shpatës. Çfarë është ajo që jeni duke dashur? Ujor, e keni dhe vetë të paqartë. Drejtësia vjen nëse e kërkoni, por është e drejtësi për të harruar dikë? Apo për ta kujtuar? Çfarëdo që të jetë të dashur ujor, apo çfarëdo lloj situate ju bën të ndiheni i varur, siç është njeriu i varur. Nuk ju bën të lëvizni nga vendi, nuk mund të merrni vendim. Është sikur ajo, një këngë e bukur, ju kujton çdo gjë. Apo mund t'ju bëj dhe të harroni çdo gjë. Do thotë është zgjedhja juaj. Ajo drejtësi këtu që mund të jetë apo e kërkuar nga ju, është të dashur mund të jetë çështje ligjore, mund të jetë drejtësinë që e kërkoni për vete, apo ligj dhe rënd, diçka po vihet në vend, por duhet ta kërkoni, duhet të jeni të qartë ju me veten e juaj. Çfarë është ajo që dëshironi? Cila? Qysh? Edhe dua këtë, por dhe këtë. Do thotë, të harrosh apo të kujtosh. Kjo është. Gjërat kanë ngelur në një vend, se janë në të dyat raste jashtë, do thotë të njëjtat, të zvarritura, po mbahen peng e kaluara, dhe ju bën të ndiheni në një situatë jo fort të këndshme. Çfarë të bëj? Absolutisht, çfarë të bëj? Nuk është kështu. Por është kështu. Ne mund të jemi tër jetës tonë peng i diçkaje. Një personi, një situate që ka ndodhur, por është në dorën tonë ta harrojmë apo ta kujtojmë. Nëse e kujtojmë çdo ditë, e ushqejmë atë mendim dhe rritet dhe në kaplon. Pra, nëse mundohemi çdo ditë sa më pak ta kujtojmë, apo sa herë që mendojmë, të mendojmë gjë tjetër, kështu çdo ditë, dhe absolutisht, ai mendim ngelet i urritur dhe nuk mund të mbijetoj. Pra, është në dorën e juaj të bëni bilancin e asaj që dëshironi. Shikoni këtu, të vazhdoni punën për të harruar apo për ta kujtuar cilado që të jetë situata e juaj. Çfarëdo lloj drejtësie që jeni duke kërkuar, diçka që është bërë pa drejtë, ta bëni në këtë mënyrë dhe apo të mendoni dhe të ngeleni aty ku keni qenë deri sot. Do thotë, hëna, konfuz, të pavendosur, jo të sigurt, e kështu me radhë. Pra të gjitha këto, të dashur jor, po pritet nga ju. Unë nuk e di për çfarë po bëhet fjalë. Po bëhet fjalë për diçka sikur dhe keni lënë, as e keni lënë, po as nuk e keni marrë. Është pezull. Asgjë s'po ecën përpara, po të riqen zvarr. Pra, ja ku është këtu. Kjo faqe, kjo shpatë. Të vendosni për çfarëdo lloj gjëje që është. Mund të jetë e dhimbshme në fillim, por ajo drejtësi absolutisht do vi nga vetë ju, nga askush tjetër. Është e dhimbshme ta lëmë të kaluarën,
por në duhet patjetër që të mund të ecim para apo në të ardhmen.